Tani le të bëjmë disa intervista së bashku, duke pyetur secilin për personave që është sot këtu me ne se si ndjehen. Të parën që kam këtu është një bukuroshe shumë e lezetshme dhe të doja të pyesja si po ndihesh sot. Fillimisht ndihem shumë e vlerësuar që kam marrë edhe unë pjesë në këtë konferencë. Stafi ishin goxha të përgatitur për të thollën mesazhe mjaft sensibilizuese dhe gjithashtu jam shumë e lumtur që të marr pjesë edhe në organizime të tjera që bëni ju. Shumë faleminderit. Si ndihesh sot? Shumë mirë, Si po të duket konferenca? goxha mirë, kam qenë edhe te konferencat e tjera më përpara, ndërsa këtu më pëlqen akoma më shumë normal se një prezantuese e re, shumë komplimenta sepse përfaqësohet shumë mirë. Shumë faleminderit dhe do doja të të pyesja, a ke ndonjë mesazh për zonjat, gratë, nënat? Atëherë, mesazhi im është që ato që qëndrojnë sa më të forta, të ngrenë zërin dhe t'i bëjmë ballë. Shumë faleminderit. Të të pyesja si ndihesh sot? Duke dëgjuar gjithë këto fjalime të këtyre vajzave të mrekullueshme, u preka. Dhe dua të bëj një falënderim për shoqatën e Jat që organizoi këtë në këtë ditë sot kundër dhunës. Kundër dhunës, kjo është një fjali, por që mban shumë brenda. Duke menduar se sa gratë të dhunuara janë, se sa të tjera ndihen fajtore, se sa rinë të nxira, se sa mendojnë që sot është fundi im për jetën, edhe mendojnë shumë këtë, them që o Zot, çfarë bëhet kështu? Dua t'i them bravo kësaj organizatën e Jat që e ngri zërin për këtë punë. Unë jam një nën, jam një grua, si gjitha gratë, dhe mendoj edhe unë që t'i japim fund kësaj lufte, sepse edhe mirënjohja dhe ngritja e një populli, mendoj që vjen nga gratë. Për të parë se sa inteligjent ose sa i ngritur është një popull, duhet të shikosh se sa të zonjat janë gratë. Sepse këta njerëz të rinjt rriten nga këto gra. Prandaj them që mbështetini këto gra. Jepni më të mirën e tyre, jepni buzëqeshje, jepni dashuri që çdo popull të jetë i dashur, i mirë, mos ketë mendje për luftra, se ajo fillon nga bërthama, nga familja. Faleminderit shumë. Të falenderoj.